Një aksident i rënd me pasojë vdekjen ka ndodhur pas ditën e së hënës në Shkodër, ku një adoleshent 16 vjeçar ka humbur jetën, ndërsa një tjetër vetëm 14 vjeç është plagosur rënd. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:20 në zonën e njohur si Stom Golem. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, 16 vjeçari ka humbur kontrollin e motomjetit që drejtonte, duke dalë nga rruga dhe u përplas me një mur. Si pasojë e goditjes së fortë, ai ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Në motomjet ndodhej edhe një 14 vjeçar, i cili u transportua me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia dhe grupi hetimor, në drejtimin e prokurorisë, kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Dyshohet se aksidenti ka ndodhur për shkak të mungesës së lejes së drejtimit dhe përvojës së kufizuar të miturit në drejtimin e motomjetit.